Punimet e nisura prej pak muajsh në rrugën Shirok-Zogaj, një ndër projektet më të rëndësishme për zhvillimin rajonal të Shkodrës, po ecin me ritëm të lartë. Punimet për rekonstruksionin e rrugës Shirok-Zogaj po vjen me ritme të shpejta. Aktualisht firma kontraktuese po punon për zgjerimin e saj, ku është bërë mundur ndërhyrja thuajse në gjithë gjatësinë e këtij segmenti, ndërsa ky investim pritet të japë një zhvillim turizmit në këtë zonë. Firma kontraktuese po punon në dy fronte, si në bypassin e Zogajve, po ashtu edhe në zgjerimin e rrugës dhe shtrimin e trases, ndërsa kanë mbetur rreth 500 metër pa u lidhur me Shirokën. Ndërkohë në disa pjesë nuk është ndërhyrë pasi pritet që pronat të shpërndahen, pastaj firma të ndërhyjë. Projekti financuar nga qeveria shqiptare synon të përmirësojë infrastrukturën dhe të nxjisë zhvillimin e turizmit. Ky investim është pjesë për rikualifikimin e bregut të liçenit të Shkodrës, ndërsa fal punimeve me ritme të larta parashikohet që të përfundojë rreth fundit të vitit. Projekti që po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka vlerën e 5.7 milionë eurove, ndërsa investimi ka një rëndësi strategjike, pasi do të krijojë një lidhje të re dhe të rëndësishme për qytetin, duke e pozicionuar atë edhe më fort si një qendër rajonale e zhvillimit turistik dhe ekonomik. Liçeni i Shkodrës dhe pikat turistike të saj si Shiroka dhe Zogaj mbeten ndër atraksionet kryesore të turizmit në Shkodër, ndërsa vërehet që interesi nga të huajt për ta vizituar ka nisur që në këtë periudhë.